Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi edhe ditën e sotme tek zhvillimet tashmë se çka po ndodh në linjën e mesme, ndërkaq kemi pasur një deklaratë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se nuk dëshiron të vendosë një afat për kohën kur pritet të përfundojë lufta me Iranin, dhe ndërkaq ka thënë se lufta është padyshim për të gjysmës dhe se Republika Islamike e Iranit përfundimisht do të shëmbet nga brenda sipas tij, dhe këto kanë ardhur si raportime nga agjencia e lajmeve AFP, dhe kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Lutfi Bilali. Ju përshëndes. Përshëndet nga unë. Atëherë, zoti Bilali, sa i përket këtyre deklaratave të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ndërkaq edhe zhvillimeve tashmë në lidhjen e mesme, pse ka vendosur Benjamin Netanyahu të refuzojë të vendosë një afat për përfundimin e luftës në Iranin? Pra, cili është synimi? Po, synimi i tina është ka qenë 3-4 ditor, mendoj, në koordinancë me Trumpin. Dhe tash e ka problem, me duket që është futur në një çfarë sokak. Kjo është mas evidente. Nuk ka fitus real të kësaj lufte. E mira është që të përfundoj sa më parë, sepse është njerëzore të kërkohet që kjo pjesë, ky region, por edhe gjithë bota, thënë drejtën, sepse gjithë po psojmë, sidomos në atë që është jetësore për zhvillimin e gjithëbashëm të ekonomive të vendeve të gjithë botës. Por mendoj deklarata e tillë hyn në sfondin e një deklarate që realisht nuk përkon shumë realitetin. Nga se ajo di fare mirë që është edhe vetë 22.000 kilometra katror, pa llogaritur pjesën e vendeve ku jetojnë palestinezët sot, do thotë një pjesë ku realisht është një apartheid të plot, nga se kjo është edhe që shifet veprimet e tyre në pjesën e që ka ndodhur në Gaza, pastaj në aktivitetet e përditshme që bëhen në pjesën e Jordanit Perëndimor apo Westbank. Dhe mendoj që vendi i tij është i atakuar dhe i rrezikuar nga goditjet të cilat janë të përditshme të forcave iraniane, e cilat thon drejtën ndoshta ka çuditur edhe vetë kreun e Izraelit në këtë rast ekzekutivit, ku dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha. Them të drejtën, të marrë vetëm një shembull, sepse ndonjëherë informacionet, në luftë informacionet janë kryesisht dezinformacione, them drejtën. Nga 100% detyre që jipen sot, vetëm 90% mund të jenë të sakta. Tel Avivi ka 4 milion banor. Dhe më duket që implantet e goditjes ku prodhohet ujë, apo ku ka implantet e tilla të cilat furnizojnë qytetin e këtë rast, ose edhe qytete tjera, janë bukur shumë të goditura. Shif, njeriu mund të 3 ditë të jetoj edhe pa rrymë, edhe tër javën, apo edhe një muaj të tërë. Por pa ujë është problem. Do thotë 4 milion banor, një llogaritje që për çdo individ 15 litra në ditë mund të nevojiten, qoftë për higienë, qoftë për pije, apo për nevojat e konsumit për kuzhinë. Dhe do thotë 40 milion litër ujë nevojitet për këtë qytet me rrethin. Dhe kjo goditje taktike që është bërë, me duket, nga forcat kundërshtare të Izraelit. Dhe mendoj që në këtë drejtim nuk është në gjendje më të mirë, mund të them, edhe Izraeli, por goditjet e aviacionit izraelit brenda Iranit janë shatruse. Dhe kjo me siguri tregon se dola pa nga tema, por du dal në fund ta përfundoj. Deklaratat e tilla të Netanyahut kryesisht janë të paqarta, nga se është filluar që të ketë një ekspres goditje, pastaj rrëzim të pushtetit është menduar, dhe tash prap kthehet me deklarata që nga brenda mund të ketë ndryshim dhe pret ndryshim të regjimit, dhe me duket të tëra kjo është një opsion i tyre i vetëm, i cili me duket se ka dalur jo realist dhe në një farë mënyrë i dashtuar.
Zot Bilali, nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme për të kuptuar se pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po investojnë tashmë kaq shumë për Izraelin dhe apo përgatitet Izraeli për një luftë më të gjatë dhe të zgjatur kundër Iranit? Thëmë drejtën, në 5 ditë të tashme jemi në një situatën më të vështirë, jo vetëm për regionin dhe për këto shtete që janë në konflikt, sepse dihet që goditja është edhe për vendet apo bazat, po ato vende kanë për Amerikanët, sidomos vendet e gjirit e ka fjalën, por në këto 5 ditë të tashme jemi në rrezik shumë të madh. Thëmë drejtën, jemi në një situatë që mirë, ne mund të spekulojmë, por nga informacionet me të cilat ne marrim nga agjensionet të ndryshme botërore, të cilat apo dhe ekspertë jashtëzakonisht eminent në arenën ndërkombëtare, shifet që kemi të bëjmë me një taktizim jashtëzakonisht lëvizje të rrezikshme, të cilat mund të vinë në përfundim që mund të kemi një Hiroshima ose Nagasaki. Nagasaki e kam fjalën për brenda Iranit. Dhe e tëra kjo ka të bëj me përgatitjen e operacionit për të hyrë në hark në ishullin në idhejse në fanit të gjirit përsik, kusht mund të thëmë të tërat kapacitetet apo rezervarët që pastaj depërtojnë për eksportet të Iranit, dhe është një momentum ku mund të ketë një kurth, mund të thëmë drejten, për forcat amerikane, dhe kjo e tëra rrezikon, me qenë se mendoj që mund të jetë bluff, sepse mund të ketë goditja atje të pjesa të ngushtica Hormuzit, apo të porti Bandar Abbas, ku mund të kemi të thëmë përgjakje jashtëzakonisht të madhe, sepse divizioni 82 i forcave parashutiste amerikane vetëm është në rrugë të mesipër, por mendoj që këtu do jetë e tërë luhet loja e mund të thëmë finale, nga se po që se ndodhë diçka më rrezikshme në aspektin, po flas çdo herë të viktimave nga ana ushtarëve amerikanë, mund të kemi atë skenarin që o të tërhiqet i humbur plotësisht nga lufta, apo të përdor ato që është më rrezikshme. Por cila është strategjia ushtarake dhe politike, zot Bilali, që po ndjek tashmë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, pa vendosur një afat të qartë për përfundimin e kësaj lufte? Benjamin Netanyahu ideja e tij, e cila lirisht mund të them që përkon me idet sioniste, sepse do të bëjmë një dallim mes asaj që ka nënkupton lëvizja sioniste dhe drejta reale që i takon hebrejve. Dhe mendoj që në këtë drejtim ky vizioni i tij është kryput që nga vizioni i Theodor Herzelit, babait të kësaj lëvizje të tyre, e cila realisht po çon botën në shkatërrim. Dhe kjo është e vërteta e madhe. Mendon për Izraelin e madhe, rreth Izraelit, nga Nili në Eufrat, por më duket që kjo ide ka pësur goditje bukur të madhe, dhe mendoj që për momentin është një shenjë dëshpëruese për ta, por e tëra kjo ka të bëj edhe me personalitetin dhe të ardhmen karrierën e tij personale. E dini ju për cilin këto informacione që në Tel Aviv ka pasur protesta në Jerusalem, njerëz nuk duan luftë, bile ke pas reagimi jashtëzakonisht të mëdha që i bët edhe Itamar bin Gvirit, një ultranacionalisti i cili në një farë mënyre këto ditë ofendoi dhe të gjithë krishterët. Të pështyshta të krishterët nuk është krim.
po është traditë e vjetër hebraike. Do thotë kemi një filozofi të përçuditshme, e cila në esencë dëshirohet të aplikohet në kurriz në këtë rast fatkeq të palestinezëve. Por të jem koncis dhe me shkurt, filozofia e tillë dhe strategjia, nëse ka një strategji të tillë e cila tentohet të vijë deri te përfundimi i luftës, e cila është menduar që do kryhet shumë shpejt, por mendoj që kjo figurë dhe ky personalitet i cili ka sjellur dhimbje të mëdha, mendoj që edhe vetë popullit izraelit të jemi real, është në pozicionin më të vështirë. Por në këtë mënyrë ai mund të mbijetojë, mendon politikisht, edhe për brenda shoqërisë izraelite, e cila realisht është në një pozicion jo të kënaqur. Vetë popullata në Izrael ki për shembull pjesën veriore, e cila është jashtëzakonisht e Izraelit, e cila është e goditur dhe në luftime me Hezbollahun, tregon edhe fjala e kryebashkiakut që kjo qytet në veri të Izraelit është jashtëzakonisht e rrezikuar dhe 10.000 banor më kanë marrë ikën nga këtu. Dhe kjo tregon që shteti dhe akuzon shtetin drejt për drejt, që kanë qenë premtime të arrajshme të tij, dhe ky vizion të thotë Netanyahut për të pasur një Izrael me cilën duhet të jetoj në bashkëjetesë me popujt arab në këtë rast, sepse është i rrethuar nga vendet arabe, të cilat në thonë të drejtën në një farë mënyre janë jashtëzakonisht lojale në politikën e tyre, e cila në shumë raste ka kondita të vazalitetit, por sidoqoftë do thotë ato janë vende të cilat në një farë mënyre janë shumë paqësore dhe të mirëkuptuar, thojza me atë çka dirigjon politika izraelite. Sa i rrezikshëm është hendeku mes SHBA-s dhe Izraelit, zoti Bilali, për mënyrën se si duhet vazhdojë tashmë kjo luftë? Po, sigurisht kem pas një medialisht ka qarkulluar kështu, që ka qenë aja replika ta quj kështu, apo si tham një polemik dhëm për dhëm mes Gjidi Vensit dhe Netanyahut. Mendoj që amerikanët janë komplet flasë për administratën apo për presidentin amerikan, e cila me duket që në vizionin e politikës së jashtme qëndron me një dhëndër dhe një koleg të tij të biznesit, Sven Witkofin, dhe dhëndrën Kushner, dhe është me duket ka treguar edhe protestat e fuqishme në Amerikë. Mendoj që kjo ka treguar tërë atë mlefin ndaj politikave të administratës së Trumpit, apo personalisht të Trumpit. Dhe kjo divergjencë është e shprehur, mund të them ndoshta vetëm janë cicërimat e para, nga se Trumpi realisht shifet që është i kapur nga lobi jo hebre, por sionist. Se lobi hebre është diçka tjetër, i cili ka dallime të mëdha, sidomos numër të madh të rabinëve dhe intelektualëve hebrej që jetojnë në Amerikë, janë kundër kësaj politike. Dhe mendoj që ato kontradikta apo ato mund të them mos pajtimi mes presidentit amerikan, i cili realisht është dhe ka heshtur, nuk ka dalur shumë publikisht, dhe thuhet që ka pas divergjenca dhe ka qenë komplet kundër aksionit apo nisjes së luftës dhe goditjes ndaj Iranit, dhe ka mund të parashë rreziqet. Por këtë tregon mas miri John Kent, i shefi antiterrorit, i cili u tërheq dhe tregoi qartas që vija e cila është sot në Amerikë në një farë mënyrë është të kapur nga element tjerë të cilat nuk luftojnë për interesat amerikane. Dhe këtu dallimi mes politikës amerikane në lindjet e mesme dhe interesave izraelite
puqe në vijen e administratës apo personalitetit të Trumpit dhe të ekipës e tij, por më duket që në interesat amerikane ka dallime dhe duhet të ketë dallime. Mendoj që qytetari amerikan në një farë mënyrë tati paguesi tyre nuk dëshiron të financojë për projektin sionist. Dhe këtu është ai dallimi që e ardhmja do të tregon që ka qenë një gabim që mund të kushtojë pozicionit geopolitik dhe geostrategjik në lidhje të mesme të Amerikës apo komplet mendoj që në Azinë Perëndimore. Nëse kjo luftë, zoti Bilali, do të zgjasë pra pa një fund të qartë, sa do të zgjerohen pasojat ekonomike mbas kësaj? Shumë. Ne kemi një situatë kur ne ndihmë edhe në vendet tona, të cilat pastaj është ajo efekti zinxhiror i ngritjes së çmimeve, qoftë në transport, qoftë në produkte të tjera të cilat tash vetëm i shohim, më thëmë ato që janë alimentare, produkte të cilat ne mallra të cilat kemi nevojë për të zgjohemi në mëngjes të marrim për tavolinat tona apo për ushqimin që ne kemi nevojë. Dhe kjo mendoj që sidomos barela apo fuqia naftës mund të shkojë deri në $200 dhe kjo është ai rreziku që mund të kemi çmime jashtëzakonshme sidomos të karburanteve, të cilat sot në tregun në bërzën botërore parashihen rreziqe të mëdha, të cilat meqense kemi edhe në kohë luftës çdo herë spekulantët përfitojnë, të cilët mendoj që ndoshta edhe vetë për ata filantropët që në një farë mënyrë udhëheqin edhe me ekonominë globale apo mund të them në prapavi mund të qëndrojnë që këto formacione që kanë fitime jashtëzakonisht të mëdha dhe këta oligarkë kryesisht tentojnë jo vetëm në tregun amerikan, por atë evropian, të jenë ata të cilët përfitojnë më së shumti, por popullata dhe qytetari, miliona, miliarda njerëz do ndjejnë që tha këto pasoja. Mendoj që edhe në përgjithësi në tregun botëror do kemi do thotë jo vetëm Evropa, por mendoj që do shta edhe tërë bota në një farë recesioni. Edhe pse mendoj që në këtë pikë goditje dhe dhembje të mëdha mund të kenë ata që kanë pas një standard dhe një gjendje të mirë ekonomike. Këtu flas sidomos për pjesën dhe mallra që qarkullojnë nga ngushtica e Hormuzit, por edhe në pjesën, mund të thonë, Bab el Mandel të detit të Kuq, ku Houthi është vënë në aksion, por kjo më së shumti godet edhe interesat kineze, sepse mallat kineze për në Evropë kryesisht kalojnë në këtë pjesë përmes kanalisë të Suezit. Dhe mendoj e tëra kjo është ajo pika ku ekonomia botërore do ketë më të them rrëmje të mëdha dhe do ketë pasoja për decenët e ardhshme. A ishte vetë Donald Trump, zoti Bilali, ai i cili u fut në këtë konflikt pa pasur një plan të qartë pra të përfundimit ose të daljes nga kjo luftë? Këto pyetja më vështirë të përgjigjet dhe pyetja më shpesh që bëhet jo vetëm tek ne, por mendoj që në çdo medium serioz botëror. Nuk më rëndësi, sepse këtu prekemi, tham drejtën, nuk më rëndësi poli lidhje perëndim, jugveri. Pyetja më vështirë është të dihet që ndoshta në farë mënyrë është ndonjëherë lehtë të shihet që personaliteti dhe figura e tij o kanë këshilluar gabimisht ose nuk e ka dëgjuar strategët apo figurat më të larta të ushtrisë amerikane apo edhe të inteligjencës amerikane. Në këtë drejtim Trumpi ka bërë duket një opsion ka pasur, një opsion i cili klasifikimi i këtij informacioni është golltitur në mënyrën më të pafavorshme dhe pa studiuar mirë, nga se mendoj që ka qenë i shantazhuar ndoshta edhe nga Mossadi. Pika tjetër është dosja Epstein nuk kalon lehtë. Dhe mendoj që po këtu është rreziku që 1800 herë përmendet në dosjen Spaku Epstein. Dhe
mendoj që kjo do jetë aja problematika që një figurë e cila ndoshta ndonjëherë ka humbur edhe stabilitetin. Kem citatet që janë të çuditshme, janë për anën psikologjike ose të atyre që ndikojnë në aspektin në shëndetin mendor të dokuj. Ka deklarata jashtëzakonisht që nuk përputhen me realitetin, nuk përputhen me atë që është reale, në atë normale. Dhe kjo është ai rreziku që mund të kemi ndonjë goditje e cila mendoj prap them që 5 ditët e ardhshme do jenë jashtëzakonisht vendimtare, jo vetëm për lidhjen e mesme, por për gjithë botën. Ne për idera të çmendura duhet të rrezikojmë për interesin ndoshta të një ide të çuditshme për të siguruar vizionin e kësaj ide shkatruese, më thënë. Sigurinë e gjithë njerëzve në botë. Dhe në këtë drejtim Trump nuk ka hyrë me alternativë me planin A dhe B apo C. Dhe këtu është komplet defekti. E vetmja mundësi janë 3 variante. Ose komplet të arrihet një ofenziv toksore, e cila është e pamundshme, nuk mund të kryhet 1.6 milion kilometra katror të pushtohen me 50.000 apo 70.000 trupa. Po në ujtën e 2 milion trupa plus është pikë pyetje. Është ide e dështuar e gabuar. E dyta vazhdimi i luftës, e cila mund të kapacitetet të 2 palët me duket që kanë apo 3 palë. Kur flas palën amerikano-izraelite përfshin e një, dhe kjo mund të vazhdoj edhe me mujt, tash parashihet që mund të kemi lufta deri në vjesht, dhe treta mundësi është të arrihet një marrëveshje politike, e cila në këtë rast është në lëvizje një lloj diplomacie, me duket që të kemi edhe një vizitë e cila do të bëhet nga Ishakdar, Zëvendës kryeministit dhe ministri i jashtëm i Pakistanit, e cila ka një ide një katërshe nga Turqia, Arabia Saudite, Egjipti në takimet e para 2 ditëshme në Islamabad. Dhe kjo tregon që nga se dola pak nga pyetja juaj, por ka zëra që Pakistani mund të jetë dhe ai marshalli i ushtrisë së tyre, Amir, i cili mund të jetë njëri kyç, sidomos me çështjen e uraniumit 440 kg, i cili mund të kalohet në Pakistan. Sepse kuptohet që inteligjenca e Pakistanit ka një bashkëpunim që nga koha e pushtimit sovjetik në Afganistan, dhe roli i shërbimit Pakistanit ka luajtur shumë rol në trajnimin dhe furnizimin e talibanëve të asaj kohe, por besoj që në një farë mënyrë talibanëve të çështshëm. Dhe kjo mund të jetë ajo që alternativa e tretë, një marrëveshje politike e cila duhet të jetë një kompromis. Mendoj që Irani ka hyrë në fazën e tillë ku nuk beson më që nga qershori i vitit të kaluar para invazionit dhe 28 shkurti i këtij viti, dhe dëshiron një garancë me 3 kushte kryesore për të arritur një pajtueshmëri. Dhe kjo mendoj që do jetë zgjedhja që amerikanët të 3 palët nga kjo luftë të dalin para opinionit të tyre si fitues. E qartë. Mirë, zot Bilali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjithë informacionet. Ishte kënaqësi. Asi nga ana ime, kaloni mirë. Mirë të nderuar të shikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, kthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek konflikti në lindjen e mesme. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë sërish në pjesën e dytë ku do ndalemi tek lindja e mesme. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime zotin Fatmir Merkoci. Zoti Merkoci, ju përshëndes, kënaqësi. Kënaqësi. Zoti Merkoci, unë fillimisht do doja të ndalesha tek një shkrim i juaj ku e keni shuajtur atë çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme si një luftë pa strategji. Pra, pse kjo dhe mendoni se u fut SBA-ja ose vetë Donald Trump në këtë konflikt pa pasur vërtet një plan të qartë për daljen nga kjo luftë? Kemi diskutuar dhe një herë bashkë një emision që Amerika është fut në luftë pa strategji, duke i besuar Netanyahut, i cili deklaroi se me vrasjen e Khameneit dhe kupolës së gardës revolucionare do të binte regjimi
punë 2-3 ditësh ishte dhe do binte regjimin në këtë lloj forme, duke pas parasysh edhe 7 vizitat që Netanyahu si asnjëherë tjetër ka bërë në Amerikë, ndodhi ajo që Netanyahu goditi Iranin dhe të nesërmen Donald Trumpi deklaroi që do ta mbështesim Iranin dhe kështu u fut themi në këtë konflikt. Ndoshta edhe pa dashjen e tij, mos harrojmë se ka qenë në bisedime me Iranin, kanë qenë në tavolinë si asnjëherë tjetër, para 2-3 takimet e para u bën në mënyrë online themi, ndërsa takimi i fundit ishte në tavolinë ku ishte ulur edhe Putin dhe i dërguari Al-Rehani ishte në ato bisedime dhe mas 24 orësh, pa mbush 24 orë, Izraeli goditi. Dhe Amerika nuk ka strategji në këtë luftë dhe kjo po tregohet dita ditës si nuk ka strategji dhe kështu që konflikti do të vazhdoj gjatë. Ajo që diskutuam herën e fundit ishte që ky konflikt nuk do jetë ditor as javor, por do jetë një konflikt i gjatë dhe kjo po ndodh, domethënë. Nuk është se s'po ndodh ashtu siç deklaruan para 1-2 javësh, ku ishim në emision që edhe Houthët do futen në këtë konflikt dhe realisht edhe Houthët deklaruan që janë fut në luftë tashmë krah Iranit. Pra proksi i Iranit është më i konsoliduar themi se sa vetë aleanca ndërmjet Izraelit dhe Amerikës. Kjo duket në deklaratat të cilat Donald Trump bën, apo dhe deklaratat që bën edhe vetë Netanyahu. Konflikti u përshkallëzua në mënyrë të rrufeshme themi, për një arsye të thjeshtë, sepse Netanyahu ka një strategji e cila është ajo e Izraelit të madh, duke shtrirën e territoreve, një hartë të cilën Netanyahu e ka nxjerrur një vit më parë. Dhe strategjia e Shtetet e Bashkuara ishte vetëm rënja e regjimit dhe ajo çfarë deklaroi Trumpi që ne e diskutuam herës tjetër ishte kontrolli i naftës. Dhe Trumpi deklaroi që ne duam kemi kontrollin e naftës, të marrim Hormuzin ta kontrollojmë vetë. Mirë po, problemi është se kur futesh në luftë fillimi dihet, pastaj vazhdimi dhe fundi nuk dihet. Kështu që ky lloj konflikti është hap tashmë atë çfarë këta nuk e besuan. Pra, ose themi që Izraeli, Mossadi dhe CIA amerikane nuk kishin atë lloj informacioni të servir nga Netanyahu tek Trumpi, i cili pretendonte se Irani nuk kishte armatim, nuk do kishte mundësi për të shtrirë luftën dhe do t'i mungonte armatimin. Në të njëjtën kohë që Irani pa deklaruar para fillimit të luftës që konflikti do shtrihet në të gjithë linjën e mesme dhe ne do kemi kohë për të armatim, domethënë për të përballë çdo lloj sulmi që do na vi. Kështu që në këtë lloj kushte jemi, ku tashmë mund të themi që strategjia vazhdon të mbetet në duart e Iranit dhe ajo çfarë bën përshtypje në këtë luftim, të bën përshtypje pjesa që për shkallëzimin e kësaj lufte, Irani po ja lën në dorë themi kundërshtarëve, pasi në asnjë moment Irani nuk ka goditur i pari, por gjithmonë ka pritur dhe ka bërë kundër sulmit themi. Kjo i jep një avantazh në opinionin publik ndërkombëtar, ku të gjithë e shohin që nëse të goditet një qentral apo një depo në atë moment Irani përgjigjet. Pra nuk është ai që e merr iniciativën për përshkallëzimin e kësaj lufte. Ashtu siç po ndodh edhe me ndërhyrjen e trupave, siç pretendon Donald Trump për ndërhyrjen me trupa, Irani nuk ka bërë asnjë veprim, vetëm ka thënë që ne do presim. Pra do presim nëse ju do futeni me trupa, ne do përballemi trup me trup.
Dhe do të shohim se si do të shkojë, po deri tani gjendja është shumë e keqe dhe ajo që është kryesore sepse ka dështuar diplomacia në këtë lloj politike që u bë, ishte një dështim total i diplomacisë, tashmë i ka ngel fushës betejës se si do zgjasi kjo luftë, por si duket Irani po luan atë lojën e shahut. Çka do të thotë që sulmin e bën këta dhe ky mendon vetëm për pjesën e kundër sulmit dhe mbrojtjen që i bën. Mos harrojmë se u bë java e 5 tashmë, se kaluan 33 ditë luftime dhe sipas deklaratave të Amerikës apo të Izraelit, por kryesisht Amerikës, ku thotë që kemi goditur 1000 baza ushtarake, vend komanda, pika strategjike. Por çuditërisht në momentin që ndodhin këto lloj deklaratash, Irani përgjigjet me sulmet e tij dhe të themi që janë sulme tepër efikase, se janë goditje precize që ai bën, dhe nuk janë goditje maramond, që themi goditje hutuse. Kështu ka bërë të gjithë sulmet që ka bërë. Tash do të shohim nga ajo çfarë po deklaron Trumpi, kur fillimisht deklaroi që kemi vetëm 48 orë kohë, pastaj është hyrë me 5 ditë dhe pastaj tha që do ta bëjmë 10 ditor. Por pavarësisht nga kjo lloj deklarate e Trumpit, lufta në terren vazhdon. Kjo tregon atë mos koordinimin ndërmjet shtëpisë bardh ose Donald Trumpit dhe edhe Netanyahut. Pra, në momentin se kemi pas shumë deklarata kontradiktore, çka do të thotë që vetë Amerika ka deklaruar sipas njoftimeve të tyre zyrtare, ku ka deklaruar që ne i kemi kërkuar Izraelit të mos i godasi centralet, mos godasi cisternat, por në këtë kohë Izraeli ka goditur. Dhe kjo ka bërë tashmë që Irani të përgjigjet po me të njëjtën monedhë. Është një përshkallëzim shumë i keq dhe ajo që është më kryesorja se futja e hudhëve në këtë luftë do të bëjë akoma më tepër, do ta përshkallëzojë tashmë nga pikpamja edhe ekonomike, nuk është problemi vetëm tek lufta, tashmë është edhe pikpamja ekonomike ku ndihet jashtëzakonisht shumë në të gjithë vendet, pavarësisht nga deklaratat që bën Trumpi duke ndërhyrë, duke bërë ato deklarata edhe 2 ditë, 3 ditë luftë, do hapim Hormuzin, do bëjmë këtë, por për të qetësuar bursën themi, por gjithsesi fuqia e naftës tashmë ka po shkon në rreth $120 fuqia, kështu që pritet një përshkallëzim nëse do ketë ndërhyrje me trupa, siç pretendon Trumpi, që do jetë një katastrofë tjetër, domethënë. Pse dështoi zoti Merkoçi i gjithë parashikimi për rrëzimin e shpejtë të Ali Khameneit? Unë them se dështoi Mossadi dhe CIA. Dështoi dhe CIA sepse informacioni ka qenë shumë i gabuar. Këta nuk e prisnin që ose nuk kishin informacion për armatimin e Iranit, për mënyrën se si lufton Irani. Ata patën deklaruar që ne kemi ndryshuar sistemin e mbrojtjes dhe kemi bërë atë mozaikun e famshëm të tyre, i cili i dha rezultat, dhe kjo, nëse do të kishte pak strategji nga të paktën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta kuptonin që vrasja e Khameneit në ato momente dhe i gjithë kupolës drejtuese solli që për 45 minuta Irani të përgjigjej. Këtu duhet ishin ndalur dhe të kishin parë, domethënë se si është e mundur që të goditet liderit, të goditet kupola dhe brenda 45 minutave të përgjigjen në mënyrë të rrufeshme dhe ishte domethënë e papritur, dhe këtë nuk e llogaritën. Nuk e llogaritën duke menduar që Irani ka vetëm ato raketat që përdori një vit para, dhe
nuk e dinin, do me thonë, se si është strategjia e Iranit, nuk e studiuan as terrenin, as gjeografinë e Iranit, por as edhe forcën e tij në mbledësuar. Ky në mbledësim pastaj bëri atë që filloi përshkallëzimi më i tepër dhe dështimi është sepse të gjithë bazat amerikane janë goditur, të gjithë radarët janë goditur, radari më i fuqishëm i linjës mesme u godit javën e parë, dhe themi ngelen edhe pasy. Kjo bëri i dha superioritet, prandaj them që strategjinë tashmë e ka Irani. Dhe proksi i Iranit po është i gatshëm, qoftë Hudhet apo Hezbollah, apo siç dështuan edhe me Hezbollahin, se po të shohim për shembull deklaratat ku bën, u tha që Hezbollah, Izraeli deklaroi që Hezbollah nuk ka armatim, nuk ka forcë, janë shpërndar, janë shkatruar, por çuditërisht lufta që po bën në veri të Izraelit, pra në Liban, për marrjen e pjesës Libanit, po tregon se Hezbollah ka armatim dhe ka një armatim të cilën këta nuk e dinin. Është një armatim që ndoshta edhe vetë Irani nuk duhet ja ketë dërguar, sepse këtë lloj armatimi e ka pas vetëm Bashar al-Assadi. Pra vetëm ai e ka pas këtë lloj armatimi. Dhe çuditërisht armatime e ka sot është në duart e Hezbollahut. Pra them që ka dështuar Mossadi pikërisht për informacionin. Do të kuptojmë një gjë, që lufta gjithmonë është informacion. Nuk është vetëm terreni, sepse nëse ti nuk ke informacion, nëse ti nuk di pozicionet se ku janë trupat dhe ku janë vendosura, pastaj do gabosh. Dhe ajo që të bjen në sy, thash, është gjithmonë aleanca që NATO nuk po ndërhyn, vendet po mundohen që vendet e gjirit të futen në konflikt, gjë që dhe ata nuk pa e pranojnë, ashtu siç ndodhi edhe pardje që u dërgua përsëri raketa e 4 që dërgohet Turqisë, dhe përsëri Turqia nuk reagon, domethënë nuk futet në konflikt, duke pretenduar gjithmonë që duhet parë dhe ta studiojmë se kush është, nga vjen kjo raketë. Pasi vetë Garda Revolucionare ka deklaruar që ne nuk kemi dërguar asnjë lloj raketa dhe nuk kemi bërë asnjë lloj autorizimi për të bërë këtë sulm. Kështu që është një konflikt të cilin Izraeli mundohet me çdo kusht t'i fusi vendet e gjirit të fusin në konflikt, por do jetë katastrofë, domethënë edhe për vetë gjirin do jetë katastrofë nëse ata do futen në luftë. Pasi Irani ka bërë deklaratën, për shembull në Emiratet e Bashkuara Arabe i ka deklaruar dhe ju ka thënë nëse sulmi i trupave do fillojë nga ana e Emiratet e Bashkuara, ne do sulmojmë Emiratet, biles do t'i pushtojmë, thot ato. Kështu që jemi në situatë tepër delikate, unë më tepër shpresoja që Donald Trump të gjete rrugën dhe mënyrën për të tërhequr nga kjo luftë, se sa ta thelloj akoma më tepër dhe sidomos me trupa, apo me aq trupa sa janë deklaruar, qofshin 20.000 apo 50.000 trupa në një ushtri për 1 milion ushtar në armë, shumë e vështirë, duke llogaritur edhe terrenin edhe tashmë dhe mbrojtjen, sepse mos harrojmë se Irani nuk është se është edhe vetëm, ka dhe aleatët e tij, siç është Kina dhe Rusia, dhe dje apo pardje goditi një nga avionët spiun, themi, i cili është një nga avionët që rrin në ajër dhe kontrollon gjithë terrenin, dhe goditja e atij avionit, nxjerrja jashtë luftimit ishte një humbje, jo vetëm humbje në ekonomi, që ka një shumë $7 miliard ai avion, por është edhe humbje taktike, domethënë sepse në momentin që ti e nxjerr avionin në pistë, ai ta godet. Pra tu është e gjithë thelbi i gjës, që këta nuk po kuptojnë, nuk
po kuptojnë atë që Irani ka kohë që përgatitur dhe aleatet e tij dhe satelitet të cilët i ka Kina dhe Rusi janë në funksion të Iranit. Mos harrojmë se Irani pas luftës 12 ditore ka bërë një marrëveshje me Kinën, një marrëveshje 25 vjeçare ku për ekonominë, për ushtrim, për pajisje, për marrje, dhënie, për përdorimin e satelitëve për shembull në Irani bëri pas bllokimit që kishte që bëri një mujor për satelitin para se të fillonte lufta, Irani ka bërë një marrëveshje me Kinën për të përdorur si më thënë 24 orë satelitet e Kinës, plus i ka 4 satelitet e vet të hedhur, po ato nuk përbëjnë në gjë të madhe, por përdor satelitet e Kinës, ndërsa informacioni si duket e përpunon vetë dhe e bën vetë. Dhe për shkallëzimin që ka bërë tashmë Izraeli është shumë i keq. Shumë i keq sepse Izraeli ka goditur edhe universitetet, ato që dolën dhe deklaruan emrat e universiteteve ku ishin në gjirin e mesëm dhe edhe në Izrael, universitetet amerikane, i cili doli dhe i deklaroi emrat e tyre do goditet. Po me sa duket Izraeli vazhdon me atë teorinë e përshkallëzimit në mënyrën maksimale duke goditur edhe civil. Mos harrojmë se në Iran sipas statistikave janë rreth 3400 të vdekur dhe pa llogaritur të plagosurit, ndërsa nga Izraeli nuk jepet absolutisht asnjë lloj lajmi se sa është konflikti, megjithëse gjendja në Izrael është tepër e rëndë. Protestat që bëhen në Izrael janë protestat vërtet popullore, nuk janë protestat të shtiruara nga ndonjë parti, dhe këto gjëra nuk jepen fare nëpër media. Por në këto proteste, sipas informacionit, Izraeli po luam atë lojën e shuarjes protestës me sirenet e alarmit. Pra kur përshkallëzohet për protesta, ata nezin sirenet e alarmit duke bërë edhe ato falso, themi, vetëm që të shuhen protestat. Mos harrojmë se është një popull që po jeton nëpër bunkere tashmë, po 5 javë që ata jetojnë nëpër bunkere, nëpër dhomët e izolimit. Kështu që është shumë e vështirë edhe gjendja Netanyahut vet, pozicioni i tij është shumë e vështirë, por Netanyahu normal e ka për personalit theme, sepse ai e di shumë mirë që mbarimi i luftës bie edhe Netanyahu nga pushteti. Qartë, por zoti Markoçi, sa i rrezikshëm është tashmë hendeku midis Shupas dhe Izraelit, pra në mënyrën se si duhet vazhdoj kjo luftë? Po ta bëjmë më pak se të thash, lufta shifet edhe nga pikpamja diplomatike dhe nga lëvizjet që bëhen, jo vetëm nga fush beteja. Nxjerrja e J.D. Vance-it tashmë në plan të parë dhe për të marrë ai përsipër mbylljen e konfliktit, pa na shkoluar Trump, nëse Trumpi është ai që vendos, por nxjerrja e J.D. Vance-it dhe telefonata që bëri me Netanyahu ishte një tregues që Amerika po kërkon me çdo kusht që të largohet, po të largohet jo e mundur, themi. Të largohet dorë. Prandaj dalin dhe deklaratat të cilat Trumpi i bën, që thotë do shkojmë, do futemi tek 3 centralet bërthamore që ka dhe do marrim uraniumin. Kjo është një deklaratë, domethënë shumë që nuk është marrja e uraniumit, nuk është Maduro, që do shkosh ta kapësh, ta marrësh, nuk është ardh me fishek ose shkove more një mitraloz edhe hike. Uraniumi që ta marrësh e para herë që duhet të futesh atje, duhet gërmosh. Në momentin që ti gërmo, patjetër që nuk do kesh mbrojtje. Dhe ajo që është pasaj më kryesore e uraniumi nuk është fuqi në kuti boje që ti e more dhe hike. Uraniumi do një ekip shkencëtarësh, do mjetet, do mënyrën se si ta marrësh, si ta transportosh. Dhe kjo më duket shumë foshnjore, themi, ky moment.
apo goditja që deklarohet që do të marrë ishujt, edhe kjo është një gjë tjetër, domethënë e pa llogaritshme, sepse të marrësh një ishull e para që do zbarkosh me helikopter dhe me parashuti, sepse nga pikpamja detare në ishullin e Ormuzit ti nuk futesh dot që të futesh me skafe, me anije të vogla, që zbarkuese, ti se bën dot këtë, me amfibët, që fusesh amfibët edhe të dërgosh në ishull. Prandaj edhe Irani ka bërë deklaratën që kush do të lejojë që të futen trupat të futen në sulmin toksor, ne do t'i sulmojmë. Kështu që prandaj tash është paksa e konklavitur, por gjithmonë do të kemi parasysh që presioni që ka qoftë edhe Donald Trump në Amerikë apo nga vendet e tjera të Europës sidomos është shumë i madh. Dhe prandaj tash nxjerrja e Jody Vance't, sepse Jody Vance nuk ka qenë gjithmonë për mos të shtrirë lufta apo për mos dalë Amerika në luftë jashtë kufive të tij. Dhe shohim domethënë se si do eci, a do arri të bëj këto lloj bisedimesh, megjithëse Trumpi thotë ne flasim me qeverinë e re, themi, po se kush që ka kjo qeveri e re nuk dihet, domethënë me kë flet. Kjo është një hallk shumë e ndërlikuar që t'japësh një zgjidhje tavoline, ata nuk pranojnë më, sepse të gjithë deklaratat që ka bërë nga Irani apo garda revolucionare ka thënë që ne nuk pranojmë më bisedime, sepse 2 herë ishim në tavolinë dhe 2 herë u tradhtua. Nuk kemi më besim. Janë vende që po futen gjoja në lojë për të qenë negociatorët e kryer bisedimeve, dhe edhe këto nuk është se kanë ndonjë pesë, sepse një nga pikat që Irani kërkon, supozojmë, është që të kemë një garanci, për mos luftim në ndër vite. Por këtë garanci nuk mund të japi as Egypti, as Katari, as Turqia se jep dot. Të garanci që ose ashtu siç kanë edhe herë të tjera, të garanci mund ta marrë vetëm nga duhet të jetë domethënë o Kina o Rusia. Një nga këto 2 vende, sepse Katari çfarë garancie do japi Katari? Nuk jep dot lloj garancie si negociator mund të jetë, po garanci nuk jep. Kështu që këtë dhe Amerika që ta japi Amerika duhet të jetë një superfuqi tjetër, themi, që të jetë në nivelin e tij, nuk jepen garanci të tilla kështu. Por kërkesat e Iranit, megjithëse nuk janë zyrtare, realisht, edhe unë kam botuar ato 6 kërkesat e famshme të tyre, megjithëse nuk janë zyrtare, po janë mediatike apo të thëna këtu atje, por janë kërkesat të cilat Amerika nuk i pranon, ashtu siç edhe ato 15 pika që ka nxjerrë Trumpi, patjetër që Irani nuk i pranon, sepse e gjithë betejë bëhet për kanalin e Ormuzit, dhe tashmë Irani është futur në këtë lojë, ose tërhoqën themi në këtë betejë, kështu që tashmë edhe Irani kërkon të përfitojë sa më shumë nga kjo luftë, nuk është se do dali jashtë i konteksti. Dhe duke parë pastaj parasysh edhe gjendjen e Izraelit, Irani nuk do ta pranonte kurrë. Domethënë tërheqjen e Iranit dhe armpushimin e Iranit. Të tjerat, domethënë Amerika mund ta kërkojë, edhe mund të thotë ne jemi në armpushim apo në paqe, por nga ana tjetër është Izraeli që bën. Dhe paqja, nëse do vi paqja në një marrëveshje ndërmjet Iranit dhe Shtetet Bashkuara, mos harrojmë se Irani nuk mund të bëj paqe vetëm goditja e Iranit dhe me Shtetet e Bashkuara, sepse janë edhe në luftë tashmë është edhe Hezbollahu edhe Houthit, të cilët janë futur pikërisht për në krah të Iranit, dhe nuk mundet që ti të bësh një paqe sektare, paqja ose do bëhet e përgjithshme ose sektare nuk bëhet.
sepse konflikti tash do vazhdoj akoma më tepër. Hudhët kam bllokuar kanalin, atë që këta nuk e prisnin, dhe do të përshkallëzohet akoma më tepër nga pikpamja ekonomike. Dhe një nga, pavarësisht se çfarë thonë, dëgjoj që thonë që Amerika nuk merr naftë në gjirin persik, por problemi është se Amerika lu me petrodollarin. Dhe nëse nuk e komandon naftën në linjët mesme, atëherë do të thotë se duhet shkatroj totalisht. Do të thonë, pos kontrolloj petrodollarin, nëse nafta nuk është në bursë me dollar, atëherë do kemi një kolaps të ekonomisë amerikane. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë, domethënë që të themi që kjo është e thjeshtë kështu, sepse ne jemi kështu. Fatkeqësisht duke ne janë mësuar pak me tifozlik apo me ndjenjë inferioriteti. Unë e kuptoj shumë mirë, pavarësisht se vjen ajo pjesa që unë vërtet i përkas asaj shtresës reakcionare, domethënë ne kemi qenë gjithmonë dhe jemi me Shtetet e Bashkuara, se kemi parë gjithmonë si partner, por kur vjen puna, konservatorizmi këtë ka, si po dal pak nga tema, konservatorizmi këtë ka që nëse ti bën gabim nuk ta pranon. Ajo që po ndodhet edhe tek maga vet. Pra brenda magës ka përplasje. Sepse nuk është kaq e thjeshtë, domethënë konservatorët nuk janë kaq të thjeshtë që ti binden urdhrit të njishës apo veprimet që bën njishi, nëse janë të gabuar mos i kritikojmë. Dhe prandaj thash, edhe brenda magës ka konflikte, ka debate pikërisht për këtë luftë, sepse mos harrojmë, sepse edhe janë zgjedhjet janë zgjedhjet që janë shumë të rëndësishme, janë tepër të rëndësishme për sa i përket jetëgjatësisë apo forcës që do ketë presidenti, por njëkohësisht edhe reputacionit të Partisë Republikane. Prandaj thash që këta doli Jodi Vance doli tashmë në plan të parë, pikërisht sepse ai njihet ka një reputacion tjetër në Amerikë dhe njihet si një njeri paqëdashur, pra që nuk është pro luftës dhe aq më shumë nuk ka shfaqur në një dashuri të madhe për Izraelin. Dhe atje të gjithë e pohojnë dhe e thonë që kjo luftë nuk është e Amerikës, por kjo është luftë e Izraelit. Prandaj ta thash që është në fillim që Amerika është futur pa një strategji në këtë luftë. Problemi është se si do dalin nga kjo luftë. Unë gjithmonë gjykoj pjesën se si do dalë, jo ajo çfarë u bë dhe çfarë u tha, sepse kemi nga Europa, për shembull, kemi Spanjën, që të gjithë thonë që si është e mundur që Spanja ka dalë në këtë lloj forme, nuk ju bind, nuk ju bë, mbylli hapësirën ajrore të Spanjës për përdorimin e asaj hapësire nga Amerika për të goditur Iranin, por mos harrojmë se para një viti mbreti i Spanjës bëri një deklaratë ku tha që ne Izraelin do ta njohim në kufit e 67-s. Pra, është një linjë politike, nuk është dhe diplomatike, dhe nuk është një linjë momentale, nuk është si disa vende të tjera të Europës, të cilët sot thonë jemi, nesër thonë si jemi, pastaj tërhiqen, pastaj bëhen. Pra, mbreti e kam të fiksuar shumë këtë thënie të mbretit të Spanjës në ato kohë, kur thanë ne Izraelin do ta njohim vetëm në kufit e 67-s, vetëm ashtu e njohim Izraelin, çka do të thotë që duhet të pranohet edhe genocidi që ka bërë në Gaza, Izraeli, tërheqja që duhet bëjë nga Palestina, lufta që po bëhet ndërmjet Izraelit në luftamberi me Libanin, ku sipas informacioneve janë në këto luftime ka qenë luftime tepër të ashpra dhe vazhdojnë luftime edhe mbrëm, ka pas luftime tepër të ashpra, sipas informacionit thonë që të paktën duhet të jenë mbi 100 tanke të ekzekutuara nga forcat siç ata i quajnë forcat rebele,
dhe u bë 3-4 ditë për shembull që Izraeli nuk po përparon dot më, dhe deklaratat që ka bërë vetë komandanti i Izraelit, i cili kërkon tashmë ndryshimin e ligjit për të bërë rekurtime, sepse me sa duket nuk ka rekurtime në front. Thash, është informacion shumë i mbyllur, në Izrael nuk jepet asgjë, por nga ato çfarë shive dhe çfarë deklarohet, mundohesh të lexosh diçka, për shembull, kur një nga oficerët e ushtrisë izraelite ishte mosha 22 vjeç. Këtë bën të mendosh pak më tepër, domethënë si ka mundësi që një 22 vjeçar del me gradën oficer. Tregon se kupola apo drejtimi i atij shtabi që është në front, atëherë ose duhet një mbrapa, ose nuk di se si, vetëm po mos jenë funksional. Edhe nëse nuk janë mbrapa, nuk janë funksional, domethënë mund të jenë plagosë, mund të jenë të transportuar diku tjetër, domethënë janë plagosë, kanë një diku tjetër, derisa ka ardhur puna që një 22 vjeçar bëhet oficer në front luftës. Kjo është ajo pjesa dhe kërkesa që kërkohet për të bërë rekurtimet e reja, themi. Me 5 javë luftë dhe të kërkosh që të bësh rekurtimet, domethënë duhet të kesh humbje. Por është i izoluar totalisht, nuk jepen lajme, këto janë lajme të cilat thash, janë lajme që merren thjesht qoftë në një deklaratë që ata mundohen bëjnë një deklaratë apo nga kanale të tjera brenda Izraelit, po që fatkeqësisht janë informacione të cilat jepen dhe zhduken në sekond, sepse ata kanë shumë frikë, po të sjellin një video, po të sjellin një foto, sepse ligji që kanë nxjerrë Netanyahu atje dënohet automatikisht, nëse jepet një informacion jashtë atyre çfarë do Izraeli. Kështu që do të shohim Trumpi ka deklaruar që ne do godasim centralet, do godasim rafineritë, nëse nuk tërhiqet Irani, pra nuk na lejon Iranit në dorëzoj kanalin e Hormuzit, por nga ana tjetër është edhe Izraeli, ky Irani i cili ka thënë që ne do luftojmë, se kanë luftë për mbijetesë, ne do lloj lufte dhe ne do ta nëse ishulli do merret domethënë nga Izraeli dhe Amerika, ne do ta bëjmë fluk atë vend, do ta bombardojmë, do ta nxjerrim jashtë funksionit vet. Pra do ketë një luftë frontale, prandaj them që futja me ushtri më duket pak aventurë e cila do jetë me humbje njerëzish, edhe kjo nuk besoj se i shko për shtat Trumpit në këtë moment, sepse kur vjen puna tek humbja e njerëzve, pa jetës njerëzve, është ndryshe nga ajo çfarë bëhet në terren kur ti godet një godinë apo një objekt, është gjë tjetër ushtarak, dhe kur njerëzit vritin pastaj është shumë e vështirë për ta justifikuar. Sado mund të themi që është një regjim diktatorial, është edhe Korea është regjim diktatorial, edhe ky është regjim diktatorial. Këtu nuk flitet, kam një shkrim ku them gjithmonë që me fjalën demokraci gjithmonë është abuzuar, është bërë, dhe këtu nuk ka çështje abuzime demokracia, këtu ka çështje të strategjisë që Izraeli e ka paraqitur, e ka thënë gjithmonë, dhe arriti në këtë moment, arriti që të tërheqë dhe Amerikën në këtë lloj lufte që prap e them që nuk është lufte e Amerikës. E qartë. Mirë, zoti Markolli, që kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.